Po, këto ndryshime janë bërë qysh në vitin 21-22, nuk më kujtohet tamam, po është me njëherë pasardhës të pushtetit qeverisë Kurti 2, Kurtin ishte shumë i shkurtër, në qeverisë Kurti 2, pra ishin vendime që janë marrur në atë kohë dhe prej votimit me post për diasporën, post e cila ka ardhur direkt në KQZ, në Komisionin Qendror Zgjedhor, është bërë mundur që postat të dërgohet edhe në përselit e ambasadave, por edhe votimin direkt në përselit e konzulatave dhe ambasadave tona. Është bërë një lehtësim, pra, cilë ju mundësohet bashkëdhëtarëve tanë. Mirë, po kjo ndoshta është e vetmja gjë që është bërë për diasporën. Nuk është bërë asnjë gjë tjetër për diasporën. Nuk është bërë asgjë tjetër. Kërkohen vota. Pra është bërë çdo gjë që ata të marrin pjesë në zgjedhje, të votojnë, por nuk është bërë asgjë për ta. Për ta nuk është bërë asgjë. Diaspora si mundsohet të votojë, por asnjëherë të votohet. Pra, edhe pse ka qenë kërkesë e kahmotshme e eksponentëve nga diaspora që të kenë mundësinë që edhe ata të votohen apo të kenë vende të rezervuara sikur që kanë shumë të tjerë në kuvendin e Republikës së Kosovës, por një gjë e tillë nuk është mundësuar e në shumë raste dalin dhe thonë se ja ne kemi edhe kandidat nga diaspora, por ata të gjithë janë kandidat të subjekte politike dhe nuk përfaqësojnë interesat e diasporës. Ata përfaqësojnë interesat e subjekte përkatëse të cilave në listat e të cilëve tani më edhe janë si kandidat. Për ndryshim nga e kaluara, kur në zgjedhjet e vitit 21 kemi pasur takime dhe vizita të shumta vetëm nga lëvizja vetëvendosje, në periudhën e fundit kohor shihet një intensifikim i takimeve dhe i tubimeve elektorale edhe nga subjektet e tjera politike. Pra tani nuk bëhet fjalë vetëm për takime edhe televizijës e vetëvendosjes në për diasporë, por kemi edhe nga Partia Demokratike, nga Lidha Demokratike, e po ashtu edhe nga Aleanca për Armërim. Pse s'ka pasur më herët? Më herët kanë qenë, për mos thënë që s'ka pasur fare, kanë qenë shumë më të vogla dhe jo kaq intensive sa janë në këto 2-3 palë zgjedhjet e ndoshta për shkak që është pas se diaspora është në një platformë edhe përcaktuese për disa mandate shtesë. Pikërisht viti 21 bëri këtë ndryshim, pasi që ishte viti 21 kur u bë kthesa dhe ndryshimi i madh në Kosovë, pra me vetëvendosjen që erdhi